Edhe brenda Shqipërisë kemi jugorët, ndoshta e shprehin pak më shumë, veriorët janë më të ftohtë, disa janë më gentil me femrat e tyre, Nuk më rezulton kjo të mënë. Tironësit janë më fanatik, ndoshta nuk shprehen ai shumë. Është si pare personaliteti, nuk lidhet shumë me logacione. Diferenca veri jug e Shqipërisë me këtë që flasim ne është shumë larg. Ju jeni duke marrë aspekt planetar. Është shumë larg, por edhe në kuptimin e konsumimit të lidhjes, po themi, dhe të frekuencës dashurisë, ka diferenca me herë, jo me përqindje, po themi nga kjo fash njerëzish në më lërë. Përse vjen? Vjen për shkak të rrethanave. Vjen për shkak të rrethanave të cilët kanë krijuar karakteret veçanta. Është krejt ndryshe karakteri një norvegjezi, po themi, me një spanjoll, apo me një portugez. Janë në një vertikale meridiane, por ama janë krejt të tjere. Po, shqiptarët ku janë në këtë mes? Si dashurojnë shqiptarët? Shqiptarët janë mesdhetar. Shqiptarët janë një popull me fat ku Perëndia i ka hedhë, pavarësisht se këtë fat nuk e shfrytëzojnë për mirë gjithmonë, por... Supozohet jetë mesmja e artëme, sipas analizës tuaj, po nuk qëllon gjithmonë. Jo, shiko, kulturalisht dihet që mesdheu është madreja e njerëzimit. E kulturave, e feve, e qytetërimit, e tregtisë, e dashurisë, e letërsisë, çfarë do tjetër? Te këto 3-4 punde themi fare më duket. Të gjitha i ka. Të gjitha këtu kanë lind. Të gjitha këtu kanë lind. Helenat, Ilion, në aspekte se si po Gjitha këtu kanë lind. Dhe këtu janë zhvilluar. Të lexosh për shembull për dashuritë greke, është nga më të fuqishme, po edhe që përfshihet është jashtëzakonshme, por ama mbahet në një limit etik. Dashuritë që na kanë ardhur përmes shkrimtarëve të mëdhej grek, e mbajnë pragun të paprekur, e mbajnë pragun e pastër, dhe edhe jo më kot ka marrë, se Platoni është ai Ezarusi, po themi më i madh i kësaj ndjenje të shkrimtarëve antik grek, edhe ai e çon deri në një kufi, ashtu siç e nisi dhe Dostojevski. Ne të bardha, thot Dostojevski. Kam pyetur shkrimtar, kam pyetur njerëz që merren me letërsinë dhe e kam thënë përse është ky titull i Dostojevskit. Është po themi në librat e parë të tij. Edhe i kanë dhënë shpjegime të rrëvëra, në fakt ka vetëm një shpjegim. Ai jep një lidhje dashurore, por pa e konsumuar atë. Edhe rrinin ato me net bash, por ama nuk e konsumonin, dhe ai me një trill e ka titulluar librin e tij Net të bardha. Sepse nuk bëhen nuk mëkatohet, prandaj qëndrojnë të bardha? Jo, nuk konsumojnë dashurinë, s'ka po mëkati. Mëkati është jo. Mëkatin e kanë krijuar fe. E bardha zakonisht kështu i bie tjetër, pastra. Jo. Shiko, po dashuria s'duhet jetë e pastër, se po. Ajo duhet konsumuar për sa ko lind. Nëse lind, duhet t'i shkosh në fund. Shklidhje ka dëmën se këtu pas e biem në morale fetare, mëkatin e kanë shpik pristrit, mëkatin e kanë shpik të hoxhallarët, nuk ka, dëmën, shoqëria ka ekzistuar, ka pas elitat e saj, ka pas shkollat e saj dhe para feve. Pa tjetër, po. Edhe para feve i ka pas. Por, marrja ndore e krishtrimit të shoqërisë krijoi detyrimisht familjen, e krijoi institucionin e familjes, familja ishte, por e krijoi institucionin duke ja nënshtruar disa parimeve të ashpra. Parime moral. Që vazhdon dhe sot, familja sot, është familje biblike, është familje fetare, është familje e krishterë. E krishterë është dhe familja muslimane. Pavarësisht ndryshimeve që ka, për shkak se në familjen e krishterë ka vetëm një burrë dhe një grua, ndërsa familjet muslimane ka toleranca të tjera për shkak të rrethanave që ata kishin si popull, duke luftuar, duke bredhur, duke qenë beduin, duke u vrarë me radhë. Do të rikthehem zgjedhjes së dashurisë, po e kaloj tek Ida. E zgjedhim dashurinë apo vjen
kjo ndjenjë si një goditje nga Kupidi që mund të jetë në përpralla? Jo, unë mendoj që pa diskutim dashurinë e zgjedhim, gjatë kohës që psikologja po tregonte që varet se si jemi rritur në familje, prandaj përgjithsisht vajzat priren të dashurojnë një mashkull që ka tiparet e babait të saj dhe djali tiparet e nënës së tij. Dhe unë mendoj që Kur është i pasur. Kur është i pasur. Kur ka lek, i përputhen të dyja. jo, po flasim dashurinë, Po s'ka lek fare, apo të flasim për sot. Po, për sot. Jo, Po, sot nocioni i unë jam një nga dashurisë është i rastet që se njëjtë. kam vlerësuar ndonjëherë në dashuri. Nocioni i aspektin- dashurisë është i njëjtë, pastaj Po, forma pastaj që ne se si- themi është dashuri e vërtetë apo jo, kjo është tjetër gjë, Ajo por nocioni ndjenja Nëse është e flasim varfër. Nëse ka ndjenjë, Ndjenja flasim për është e dashurinë, varfër, se mos Po, jam psikolog. unë po presim. Nëse flasim për dashurinë, flasim për dashurinë vërtet. Nëse flasim për gjëra tjera, pastaj ato janë Nuk është dashuri. seks, marrëdhënie. Unë pikërisht tu ndalet dashuria në dashuria vetë si është e ndjenjë varfër. paste, prandaj tash që shihen tiparet e nënës dhe të babait. Dhe sigurisht që gjë e rëndësishme është edhe pjesa e moshës, se sa ti i pje kur je, se çfarë gjëra është vlerëson, sepse në stadie të ndryshme të jetës, në mosha të ndryshme, sigurisht që vlerësimi kundrejt personit që ti do zgjedhësh për të patur në krah janë të ndryshme. Një vajzë që është në periudhën e adoleshencës është e prirur të pëlqej ato djem tek qimbet, bojsa që quajmë ne, sepse kanë atë egoizmin që shpeshherë vajzat e quajnë, i duket sikur është pak i fort, pak gangstere dhe do mdali për Zot, ndryshe nga ditët e sotme kur ti rritesh pastaj maturohesh, kupton që ai djali i keqve do të sjellë vetëm shqetësime në familje, nuk do të jetë personi i duhur apo nuk do të bëj ty të ndihesh e vlerësuar, të vlerësoj ashtu siç duhet. Sikurse edhe mashkulli që në adoleshencë është i prirur të zgjedhë thjesht një vajzë të bukur që deri diku mundohen ta gjuajnë të gjithë, por që kur rritesh kupton që ty do të duhet një femër, një vajzë shumë e mirë, një femër e duhur që nesër pas nesër të bëhet edhe nëna e fëmijëve të tu. Dhe mendoj që shumë e rëndësishme është pa diskutim maturimi, mosha, pjekuria, që të bëjnë të zgjedhësh njerëzit e duhur për që në pjesë e rrugtimit tënd në Do jetë. të thënë në adoleshencë nuk ka shanse të godasësh në shenjë dhe të Unë mendoj që janë pasione dhe koha ka treguar. Koha ka treguar që janë shumë të rralla rastet që kanë përfunduar bashkë që nga adoleshenca, të paktën në periudhën e gjimnazit ku lidhjet janë më së shumti, janë shumë të rralla që kanë rezultuar që të krijojnë familje dhe probabiliteti është më i vogël. Në adoleshencë nuk e njohim mirë veten. Dhe nëse procesi i rritjes do të jetë i përbashkët, pra çifti që formohet në gjimnaz, në periudhën e adoleshencës, ndodh që të dashurohen, ndodh ajo shkëndija e pasionit, është më tepër hormonale se sa kognitive, është një dashuri që mund të jetë shumë e pastër, shumë primitive, shumë e vërtetë, dashuria e parë, por rrugët ndahen në momentet që ndryshojnë preferencat, pasionet dhe dalin tiparet e maturisë në pa. Në rast se procesi i rritjes ndodh që ata të cilët janë adoleshent, rriten së bashku, kalojnë kohë së bashku, dhe kur fillojnë dhe rriten dhe maturohen, kanë të njëjtat interesa, kanë të njëjtat drejtime, e shohin procesin e bashkëjetesës apo të marrëdhënies së tyre si një proces të përbashkët, patjetër që është i suksesshëm. Dhe nëse kanë të dy të njëjtin background familjar, kjo është shumë e rëndësishme, do të thotë që parimet dhe shtyllat që atyre ju janë formsuar në subkonsciencën e vet, shkojnë tek të njëjtat qëllime. Dhe për rrjedhoj, pavarësisht se kush mund të jetë pak më lart apo pak më poshtë, rritja ka qenë një proces i përbashkët, maturimi një proces i përbashkët, dhe kështu ata zgjedhin të qëndrojnë të lumtur ndoshta edhe për gjithmonë. Por në momentin që ne dashurisë fillojmë dhe i japim nota serioziteti apo nota të nevojave tona, që dalim tek ajo e pasurisë apo e karrierës apo e statusit, për nëse ne themi unë do të dua një burr që të ketë një status X apo do të dua dikë që të ketë një X gjë tjetër, ne këtu nuk po mbajmë atë ndjenjën e pastër të dashurisë, ne po i vendosim emër. Dhe në momentin që ne zgjedhim të i vendosim emër, ne nuk po dëgjojmë fiziologjinë, ne nuk po dëgjojmë emocionin, nuk po dëgjojmë kognicionin, ne dëgjojmë trurin. Dhe në luftën midis zemrës dhe mendjes gjithmonë fiton zemra. Dhe nëse ne do të dëgjojmë mendjen, pra do mprehim lapsin dhe do mpreh lapsin dhe do marrë atë që mpreh lapsin, nuk po marrim dashurinë. Shumë në shkrimë është që fiton zemra, se në ditët e sotme vetëm zemra s'po fiton.
Pastaj forma Kemi realiste dhe di pse ndodh kjo, Katerina, sepse duhet fitoj zemra? Duhet fitoj zemra, pa diskutim. Megjithatë, njeriu duhet ketë psikologjinë dhe logjikën mbi të gjitha. Duhet vendosur një peshore për t'i balancuar të gjitha, sepse ndoshta ti mund t'jen ersuar sy dhe shumë gjëra nuk ishe. Ajo zemra thot që të vazhdosh e të qëndrosh me këtë personin, edhe pse mund të jetë zgjedhja jo e duhur. Kjo është tjetër që ti dashurohesh me një person që ty gjithë kognicioni jo dhe mendja jote të thot ta duash, dhe kur ti fillon dhe jeton me të, ti fillon dhe kupton që kjo dashuria nuk është e duhur, atëherë ti tërhiqesh, por ti zgjedh, nuk i vendos emër. Mirë, se pas shumë vitesh edhe dashuria nuk është më ato fluturat në stomak, apo ai pasioni aq i madh, dhe pa diskutim që do të jetë logjika ajo që do të çojë për t'i vlerësuar gjërat si duhet. Kalojmë këtu një moment dhe kalon në respekt, te kjo do ta lëmë, i kthehemi pas pak kësaj pike, publicitet për momentin.